Shqiptarët se çfarë thot Edi Rama për naftën dhe çmimet e naftës. Momenti për të çliru të gjitha familjet nga bara e tmerrshme e qeverisjes, sepse nafta, vetëm nafta ishte 200, ka vajt 1800. Chelsea ndorë. Po s'është vetëm puna ke Chelsea, se ti e ke Chelsea dhe mund ta mbyllësh makinën, problemi është ke gjitha çmimet e tjera. Janë gjitha çmimet që kanë shku kacafiu dhe pse? Sepse pushteti nuk e ka fare mendjen ke qytetari, e ka mendjen vetëm ke përfitimet. Ke përfitimet e vetëm. E gjuat besoj. Problemi nuk është, i thot një qytetari, se po e mbyll makinën nga rritja e naftës. Problemi janë të gjitha çmimet e tjera që rriten për shkak të rritjes së çmimit naftës. Dhe në fakt, kështu po ndodh, sepse nafta futet tek buka, tek fermeri, tek transporti, tek çdo produkt që paguajnë shqiptarët. Po pse Edi Rama ka folur ndryshe atëherë dhe tani flet dhe sillet ndryshe? Pse atëherë fajsonte qeverinë për çmimet, ndërsa sot jo vetëm nuk merr asnjë përgjegjësi, por ka rritur edhe më tej taksat për çmimin e naftës dhe refuzon me kokë forci t'i ul ato. Ka vetëm një përgjigje për këtë. Sot në vend që të mbrojë qytetarët nga kriza, Edi Rama është bërë ortak financiar i krizës, sepse kur çmimet rritet, ndodh një reakcion zinxhir. Qytetarët paguajnë më shumë dhe shteti fiton më shumë. Dhe Edi Rama refuzon të heqë dorë nga fitimet ekstra, duke u sjellë si aksioner i çdo litre naftë. Edhe për këtë ka një arsye. Sa më e mbushur të jetë arka e shtetit, aq më shumë tendra për qeverinë, për lindat, belindat e ergysët e Edi Ramës, aq më e lartë fatura e korrupsionit të qeverisë së Edi Ramës. Prandaj kjo qeveri, kjo mazhorancë, ky kryeministër nuk ka interes për uljen e çmimit, sepse për ta nafta është industri gjigande fitimi, e dukshme dhe e padukshme. Dhe për këtë ka qenë dhe për të qenë sa më konkret, çfarë kemi sot përpara për të votuar? Nga njëra anë kemi një tallje me shqiptarët, një propozim qesharak të qeverisë që ndërhyn në aksiz me vetëm 95 lekë të vjetra dhe vetëm kur çmimi i naftës shkon 2200 lekë të vjetra për litër. Pra një mekanizëm ekstrem që aktivizohet vetëm kur çmimi del jashtë kontrollit. E thënë ndryshe, qeveria pret për që qytetarët të digjen mirë dhe pastaj mendon t'i jap një pikë ujë. Ky mekanizëm nuk është mbrojtje për qytetarët, është alibi politike për të mos ulur taksat, sepse në momenti që nafta shkon 2200 lekë të vjetra, dëmi në ekonomi ka ndodhur ndërkohë. Çmimet e ushqimeve janë rritur, çmimet e transportit janë rritur, kostoja për çdo familje është rritur. Nga ana tjetër kemi 3 propozime të grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe dua ta falenderoj kolegun Bozdo për punën e jashtëzakonshme që ka bërë, që uli në vetvete dhe në vërtet çmimin e naftës dhe zbusin krizën e çmimeve dhe koston e jetesës. Janë një mekanizëm i vërtet europian që vepron për të parandaluar rritjen dhe koston e jetesës për qytetarët. Janë e kundërta asaj që bën qeveria e Edi Ramës. Ne nuk presim që shqiptarët mësohen me krizën, të mësohen me 4.000 lekë 1 kilogram domate apo 5.000 lekë 1 kilogram spec dhe më pas të ndërhyjmë. Ne propozojmë uljen e taksës qarkullimit, uljen automatike të aksizës sa po shteti fillon të fitoj ekstra nga rritja e çmimeve dhe heqjen e aksizës gazit për industrinë prodhuese shqiptare. Nga kjo ndërhyrje kemi llogaritur një kursim mujor prej 70.000 lekë për çdo familje. Vetëm nga ulja e taksës qarkullimit
përfitohet një ulje për 350 lekë për litër të vjetra për litër. Ne nuk i kemi shpikur ndërhyrje të tilla. Në çdo krizë të çmimeve të karburanteve, vendet europiane nuk kanë qëndruar në pritje, por kanë ndërhyrë për të mbrojtur qytetarët dhe ekonominë nga goditja e çmimeve. Ka modele konkrete që janë zbatuar në të gjithë Europën, në Gjermani, në Austri, në Spajnë, në Francë, Greqi, Irlandë, Sloveni, Turqi apo edhe Itali. Italinë e lashtë të fundit, jo vetëm sepse e kemi marrë si model në propozimin ton, por për të treguar se sa hipokrit është kryetari juaj, kryeministri juaj, Edi Rama, kur na thot, ne Gjermani nuk bëhemi dot, por mund të jemi një Itali e vogël në Bashkimin Evropian. Por në Itali, si në çdo vend normal evropian, kur rritet çmimi i naftës, qeveria nuk fiton nga kriza. Fitimin u akthen qytetarëve me uljen e aksizës naftës, njësoj siç propozon grupi parlamentar i Partisë Demokratike sot. Edi Rama mund kishte mësuar fare mirë nga kryeministra Meloni, në vend që të bëj klonin para saj, se në raste të tilla krizash, qeveria sakrifikon të ardhurat për të mbrojtur qytetarët. Nuk sakrifikon qytetarët për të mbrojtur taksat e veta apo fitimet e veta të larta. Të dashur qytetarë, grupi parlamentar i Partisë Socialiste i ka refuzuar të gjitha këto masa që ne kemi propozuar për t'ju mbrojtur sadopak nga kriza e çmimeve të larta. Prandaj ju duhet të dini çfarë po humni sot konkretisht nga refuzimi i urdhëruar nga Edi Rama dhe i deputetëve të tij që vetëm ngren kartonin. Nafta do të ishte të paktën 350 lekë të vjetra më e lirë për çdo litër. Aksiza e gazit për industrinë prodhuese Made in Albania do të zerohej. Çdo familje shqiptare do ndjente menjëherë uljen e kostos jetesës tek transporti, ushqimet, prodhimi dhe shërbimet e tjera. Fermerët shqiptar do të punonin tokën e tyre me kosto më të lirë. Sot çdo plugim, çdo transport, çdo pompuj është sigurisht i lidhur me çmimin e karburantit. Industria prodhuese dhe eksportuese shqiptare do të ulte ndjeshëm koston dhe do të bëjë më konkurruese përballë importeve dhe tregjeve të huaja. Por qeveria i rrëzoi të gjitha dhe lanë fuqi këto taksa masakruese për qytetarët që na e bëjnë secilit prej nesh jetën më të shtrenjtë krahasuar me çdo vend tjetër në rajon dhe në Europë. Sepse kjo qeveri nuk e sheh karburantin si barr për qytetarët, e sheh si burim fitimi për veten. Prandaj reagojnë gjithmonë vonë, gjithmonë shumë pak dhe vetëm kur kriza është bërë pjesë normale e jetës së njerëzve. Kjo është një strategji e qartë diabolike e kryeministrit. Ai pret që qytetarët të mësohen me çmimet e larta, bizneset të mësohen me kostot e larta, familjet të mësohen të heqin dorë nga gjërat bazike, të mësohen me të keqen, dhe të konsiderojnë normale që nafta të jetë e shtrenjtë, ushqimet të rriten çdo muaj, qeveria të mos jap asnjë ndihmë, qeveria të mos jap llogari, qeveria të mos rrit pagat, njerëzit mos reagojnë dhe në fund ta konsiderojnë si normale që zgjedhjet vidhen dhe votat blihen gjithmonë e më shtrenjtë me paratë fituara nga korrupsioni. Një strategji e rrezikshme që synon ta kthejë krizën në normalitet, në mënyrë që të mpijë reagimin, të menaxhojë më lehtë pakënaqësinë e qytetarëve, të përfitojë nga vetë kriza. Tek të mjerët e Hygos ka një personazh. Ai fiton nga halli i njerëzve, frym faturat dhe manipulon. Çdo krizë për të ishte mundësi fitimi. Sa më shumë njerim të kishte përreth, aq më shumë fitonte ai. Dhe njësoj si Edi Rama, edhe personazhi Viktor Hygos nuk do që njerëzit të dalin nga halli, sepse halli i njerëzve ishte biznesi i tij. Por në 8 maj ne të gjithë, ftoj dhe kolegët socialist, kanë një mundësi për ta refuzuar këtë model diabolik. Të dashur qytetarë, protesta e nesërme e 8 majit nuk është protesta e një partie, është protesta juaj, protesta e njerëzve që nuk pranojnë më të qeverisen nga Edi Ramat e pasuruara me mundin tuaj. Është protesta e familjeve që refuzojnë të mësohen me krizën dhe të keqen si normalitet. Të dashur qytetarë, dita e nesërme 8 maj është dita juaj e reagimit. Faleminderit.